E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi, ju përshëndes një herë të gjithëve, ju përshëndes nga zemra, shpresoj që të keni kaluar një fundjavë, një vikend të bukur dhe sot të keni marrë ditën me shumë pozitivitet edhe pse në shumicën e vendeve sot është ditë pushimi. Tani do të flasim pak për Fifin. Fifi, një artiste e madhe e skenës muzikore, siç duket këtë kohën e fundit nuk ndjehet mirë, nuk ndjehet në formë, nuk ndjehet e lumtur, ndjehet e thyer shpirtërisht, ndjehet e lënduar nga njerëz që ajo nuk e pret. Një video e cila është bërë publike në rrjetet sociale në TikTok, në fakt është një video e shkëputur nga një live që Fifi po bënte, ka bërë xhiron e rrjetit. Shifet Fifi duke qarë dhe duke komentuar komente të ndryshme që drejtohen kundër drejt saj. Tani, mua pak po më befason personalisht Fifi dhe do kisha dashur pak të flas për artin e saj dhe pse ky lloj komentimi e çon Fifin deri në këtë gjendje, domethënë ishte shumë e rënduar, ajo po qante jashtëzakonisht shumë dhe dukej që e kishte përjetuar shumë keq këtë pjesën e komenteve. Unë e kam thënë disa herë që pa marrë parasysh që ato janë figura publike, pa marrë parasysh që ato janë njerëz të cilët janë tepër të klikuar, kanë marrë komente të ndryshme, por nuk do thotë që të gjithë din të përjetojnë në këtë formë, din të përjetojnë në këtë mënyrë komente që ju i shkruani. Fifi duke që e ka përjetuar shumë keq të gjën, unë mendoj që Fifi nuk është një artiste e cila blen klikime, nuk është një artiste e cila blen komente, nuk është një artiste e cila blen followers, por Fifi është një artiste që publiku e ka duartrokitur dhe e ka dashur që në momentin kur Fifi tregoi aurën e saj, tregoi talentin e saj dhe filloi të sjellën tek publiku tekste që vetëm një shpirt artistik në formën siç e ka Fifi mund t'i sjellën këto gjëra dhe kjo është dhuratë e Zotit. Mua pak më befason Fifi se si mund Fifi të ndikohet nga komentet negative dhe të humbën vetbesimin e saj dhe të del në një live duke qarë. Mendoj që një artist i vërtet në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikohet nga këto gjërat, por janë rrethanat ato të cilat bëhen të tepërta dhe normalisht njeriu ndikohet edhe lëndohet sepse e shikon me sytë e saj se po i përbuzet çdo punë, çdo vepër që ajo ka bërë. Fifi është një artiste e vlerësuar edhe nga krerë të lartë. Kënga Diell që u bë hit gjatë kohës kur Fifi ishte brenda dhe Flori e punoi pa dieninë e saj, domethënë është një tjetër talent që të marrësh zërin nga një reality show duke mos e kënduar një mikrofon profesional dhe ta punosh atë zë, ta sjellësh te publiku dhe ta shndrosh hit pa videoklip me një fotografi, domethënë u vlerësua vokali i Fifit edhe këndimi i Fifit. U vlerësua Fifi si artiste. Pa marrë parasysh që erdhi kënga në mënyrën më të bukur, po mos e këndonte Fifi s'do kishte ardhur. Domethënë nuk do kishte marrë gjithë atë popularitet që mori që sot e kësaj dite, kur njerëzit e dëgjojnë këngën Diell elektrizohen. Andaj për të folë për karrierën e Fifit, edhe për të komentuar karrierën e Fifit dhe për ta quajtur Fifin një artiste e cila blen klikime, jeton me lajka, hapën Instagrame fake e gjëra të këtilla, më duket tepër jo normale dhe më duket tepër e ulët sepse nuk është një artiste e cila nuk është vlerësuar nga artistet e tjerë. Domethënë, duke e njohur natyrën e saj, duke e njohur zgjuarsinë e saj, duke e njohur inteligjencën e saj, artistët e tjerë ja kanë besuar projektet dhe kanë pasur sukses të jashtëzakonshëm. Fifi konkuron në Këngën Magjike me tekstet e saj, me kompozimet të saj, me këngët e saj. Fifi konkuron në festivalin e RTS-s, Fifi konkuron në festivale të ndryshme dhe është një ndër artistet më të kompletuara dhe kemi fat që e kemi. Andaj, pa marrë parasysh që janë figura publike, duhet kuptoni që edhe këto janë njerëz të ndërtuar nga mishi dhe nga shpirti dhe me patjetër që ato ndikohen, ato mërziten, artistët din ta përjetojnë më keq dramën se sa vet njerëzit e tjerë që nuk e kanë shpirtin artistik, domethënë shpirti artistik është shpirt tërheqës, edhe tërheqen me
menjëherë negativitetin, tërheqen menjëherë ato që fliten për ty dhe ajo lirimi jot shpirtëror realisht si një artistit janë lotët, sepse artisti nëpërmjet këtyre emocioneve e krijon gjithë atë artin dhe është e turpshme disa njerëz të cilët kanë inat, kanë mlef, kanë xhelozin ndaj një artisteje, të mundohen të gjuajnë në tokë vlerën, veprat dhe artin që ka sjellë ky artiste. Fifi për mua është unike, është një artiste në të gjitha dimensionet, është shumë e sinqert, do me thënë në skenën artistike, mendoj që ndonjëherë sinqeriteti i tepërt edhe të godet, dhe ky sinqeriteti i tepërt dhe kjo vërtetësia e tepërt, ndoshta Fifit i kanë kushtuar me kosto. Dhe realisht Fifi tregon koston që ajo po vuan në të qenurit artiste skenike. Unë dua të dërgoj një mesazh drejt Fifit, uroj që ta ndëgjon këtë që unë komentoj, që let mos të ndikohet nga ajo se çfarë flitet, let mos të ndikohet nga ajo se çfarë thuhet. Veprat e Fifit janë hite që ne i dëgjojmë sot e kësaj dite, domethënë këndimi i Fifit është i mrekullueshëm. Unë e admiroj dhe adhuroj realisht Fifin si këngëtare dhe besoj që ne kemi nevojë të marrim nga Fifi vetëm energji. Fifi na sill këngë të bukura, na sill tekste të bukura, lër negativitetin, lër i lotët, sepse unë e di që ti je sinqert dhe ke treguar një momentin tënd, por ne kemi nevojë për artin tënd. Kjo është Fifi, një artiste shumë dimensionale që ka një vlerë të jashtëzakonshme.